përshëndetur. E të shohim se si do të ballafaqohet. Kemi parë edhe ndeshje tjera ku skuadrat e rënë nga kategoria e hipnin një ngjyrim shumë pozitiv. E ndjek topin, insiston dhe arrin ta fitojë atë Nxhigi. Kjo është goditja. Nuk ka qenë larg kjo. Me Eduard Lukitje, tentimi nga mesfusha. Që këtë këndore. Lear Gjylani dhe Etnik Bruti janë të topi. Gjyqtari është ftuar Valon Bajgora. Këtë arsye do të mund të akordohet penalti prej se vendimin e Valon Bajgorës. Teksa dëgjohen zyrtarët afër. Që e vendimi, rregulli është rregull. Penaltia do të shëndojë minuta 25. Niset Zekolli, Gjuan dhe pritje madhe e Ilir Avdylit. Mbetet 0-0. Edhe një do të reagoj Ilir Avdyli. Stepanenko. Kjo është dalje mirë. Që e mundësin këtu. Nga forësia, gjuetja e Suhejl Muharrem shkon jashtë. Minuta e 50 e takimit. Rasti artë Pira. Edhe një top drejt qendrës është ndalur mirë. Mundësin nga plani dytë. Vjen goditja fuqishme. Pritje e madhe nga Marvin Brozi. Ilir Avdyli, shumë pak raste për të intervenuar Avdyli për post në pjesën e parë kur testu nga penaltia. E këtu është rasti këtu. Etnik Bruti ka kaluar dhe portierin nga plani dytë. Vjen goditja. Pra Von Aliu mirë po ndalet në fund, arrin disi të reagojë mbrojtja e Feronikelit. Bushaj. Për para krosimi, i ullë dhe më në fund vjen goli. Vjen goli, shënojnë vendasit me Valmir Berishën. 1-0 Malisheva për para. Ky është goli i hapit ma drejt futbollit evropian. Në vendi tret për ta do t'jetë më i sigurt. Me këtë e përsi, Malisheva me golin e Valmir Berishës. Duket se do të mjaftohet parfitora dhe këtu merr fund takimi. 1-0 Malisheva fiton për të mbajtur vendin e tretë në tabelë.